Në këtë orar nuk duhet të pini kurrësi kafe. Nuk bëhet fjala vetëm për kafeinën që gjendet te kafeja, por edhe te pijet me sodë ose energjike. Për shumë prej nesh kafeja është një nga pjesët e domosdoshme të rutinës së përditshme të disponimit për të na dhënë një nxitje më të madhe të energjisë që na nevojitet në mëngjes ose në mbrëmje. Sipas ullumtimeve duhet të shmangni konsumin e kafes mbas orës 18 ose të paktën 7 orë përpara se të flini gjumë, pasi mund të ndikojë negativisht në cilësinë e gjumit tuaj. Një studim botuar në Journal of Clinical Sleep Medicine zbuloi se konsumi i kafes 6 orë para shtratit akoma ndikon te gjumi edhe pse ato nuk ndihen mirë me efektet e kafeinës. Megjithatë, pjesëmarrësit e studimit ishin në gjendje të binin në gjumë pa probleme. Studiuesit tregojnë se duhet të evitoni kafe në orët e vona të mbrëmjes, pasi mund të ndikojë drejt për së drejti në cilësinë tuaj të gjumit dhe jo vetëm.